Kapitulli 7. Ky Melkisedeku ishte mbreti i Salemit dhe prift i më të lartit Perëndi. Kur Abrahami po kthehej nga betejë ku shfarosi mbretërit, Melkisedeku e takoi dhe e bekoi. Abrahami i dha atij një të dhjetën e gjithçkaje. Emri Melkisedek do të thotë së pari mbreti i drejtësisë. Ai ishte edhe mbreti i Salemit, që do të thotë mbreti i paqes. Nuk ja njohim as të atin, as nënën dhe as paraardhësit. Nuk dim gjë as për lindjen dhe as për vdekjen e tij. I ngjashëm me birin e Perëndis, ai mbetet prift namshim. Pa mendohuni sa i madh ishte ky njeri, të cilit patriarku Abraham i dha të dhjetën e gjithçkaje që kishte plaçkitur. Ata që e kanë marrë priftërinë si pasardhës të Levit, kanë urdhur që sipas ligjit të Mojsiut të marrin të dhjetën e gjithçkaje nga populli, do me thënë nga vëllezërit e tyre, pavarësisht se edhe ata kanë dalë prej farës së Abrahamit. Melkisedeku, ndonse nuk rrithte nga fisi i Levit, mori të dhjetën nga Abrahami dhe e bekoi atë që kishte marrë premtimin e Perëndis. Dhe pa dyshim, më i vogli bekohet nga më i madhi. Levitët që marrin të dhjetën janë njerëz të vdekshëm, ndërsa për Melkisedekun dëshmohet se jeton. Mund të thoshnim se edhe Levi, i cili merr të dhjetën nga të tjerët nëpërmjet Abrahamit, i dha Melkisedekut të dhjetën, sepse ai ishte ende në trupin e atit të tij Abrahamit, kur ky u takua me Melkisedekun. Nëse do të arrinim në përsosje nëpërmjet priftërisë levitike, të cilën populli kishte marrë nga ligji i Mojsiut, që nevojë kishte të dilte një priftëri tjetër sipas urdhrit të Melkisedekut dhe jo sipas urdhrit të Aronit. Kur ndryshohet priftëria, do mos do bëhet edhe ndryshimi i ligjit. Zoti ynë, për të cilin bëhet fjalë, i përkiste një fisi tjetër, nga i cili askush nuk i kishte shërbyer ndonjëherë altarit. Dihet se ai ishte nga fisi i Judës, fis për të cilin Mojsiu nuk tha asgjë kur foli për priftërinë. Kjo bëhet edhe më e qartë kur del një prift tjetër i ngjashëm me Melkisedekun, i cili nuk u bë prift sipas rregullave njerëzore, por sipas fuqisë së jetës që s'ka fund. Sepse shkrimi i shenjtë dëshmon: ti do të jesh prift për jetë sipas urdhrit të Melkisedekut. Urdhërimi i mëparshëm bie poshtë, nga që ishte i dobët e i padobishëm. Ligji i Mojsiut nuk bëri të përsosur askënd, por na dha një shpresë më të madhe me të cilën i afrohemi Perëndis. Jezui nuk u bë prift pa betim, ndërsa të tjerët u bën pa betim. Jezui u bë prift me betimin e Perëndis që i tha: Zoti u betua dhe nuk do të pendohet, ti je prift namshim. Prandaj Jezui u bë dorëzani i një beslidhjeje më të mirë. Priftërinjtë e tjerë ishin të shumë, pasi nuk i lejonte vdekja të mbeteshin priftërinj për jetë, ndërsa Jezui, nga që jeton namshim, ka priftëri të patjetërsueshme. Prandaj, ai mund t'i shpëtoj plotësisht ata që i afrohen Perëndis nëpërmjet tij, sepse ai jeton përjetësisht për të ndërmjetësuar për ta. I tillë kryeprift na duhej, i shenjtë, i pafajshëm, i panjollosur, i ndarë veç nga mëkatarët dhe i ngritur më lart se qiejt. Ai nuk ka nevojë çdo ditë për flijime si priftërinjtë e tjerë, të cilët ofrojnë në fillim flijim për mëkatet e veta dhe pastaj për ato të popullit. Këtë ai e bëri një herë përgjithmonë kur ofroi veten si flijim. Ligji i Mojsiut vendosi kryepriftërinj njerëz me dobësi, ndërsa fjala e betimit që vjen pas këtij ligji vendos birin, i cili është i përsosur namshim.